Ajo shi 6 raunde të forta dhe në fund besoj e shijuat fitoren. Po, ishte një neshe e fort, si që pata edhe ju. Me thonë drejten, nuk e prita me mdala që fort, pasi e kisha pa kundërshtarin, edhe mendosha që do ta kalosha më mirë, po mirë shkove edhe nesha, edhe shpresoj që ndatë kënaqen edhe tifozët. Një atmosferë shqiptare edhe në ringun e Meninë. Po, kishte shumë shqiptarë dhe i falenderoj gjithë që kishin ardhur me na mbështet. Edhe do falenderoj edhe mundin për këta neshe të bukura edhe mundësinë që na ka dhënë me i bë këta neshe. Sa e shijojnë fitoret në rinjtë të ndryshme nëpër Europë? Normal kur je jashtë vendit shijojnë edhe më shumë fitoret sepse vinë edhe shqiptar me të përkrah. Dhe duhesh me dhënë maksimumin. Promotori mundi ndodh tha që do të ketë turne gjithnjë edhe më të fortë. I gatshëm ka Joshi për sfida edhe më të vështira? Normal që jam i gatshëm, edhe se unë për këtë stërvitim me kanë gati gjithmonë. Shpresoj që do arrijmë një ditë të kapim edhe majët e buksit. Faleminderit dhe sukses. Faleminderit edhe juve.